Nëse po e dëgjon këtë tani, ndalo për një çast. Ka momente në jetë kur ndihesh sikur gjithçka ka mbaruar, si të ishe duke qëndruar mbi rrënojat e asaj që dikur qua jetë. Planet janë shtukur, siguria është lëkundur, dhe zemra jote pyet në heshtje: si arrita deri këtu? Ndoshta edhe ti ke kaluar një periudhë ku humbe më shumë se sa mund të mbaje. Njerëz, mundësi, stabilitet, besim. Por çfarë nëse ajo që quajte humbje ishte zhvendosje? Çfarë nëse në momentin që mendove se gjithçka u shkatrua, në të vërtetë po fillonte një plan më i madh se sa mund ta imagjinoje? Mos u largo, sepse ajo që do të dëgjosh mund të ndryshojë mënyrën si e sheh periudhën më të vështirë të jetës tënde. Ishte ai moment kur gjithçka u ndal, një telefonat, një lajm, një vendim që ndryshoi drejtimin e jetës tënde, dhe papritur, ajo që kishe ndërtuar për vite me radhë u duk sikur u shem brenda pak sekondash. Ti qëndrove mes rrënojave emocionale, duke u përpjekur të kuptoje çfarë ndodhi. Mendove se ishte fundi i historisë sate, se kapitulli i bukur kishte mbaruar dhe nuk kishte më asgjë për të shkruar. Por rrënojat nuk janë gjithmonë shkatrim. Ndonjëherë ato janë pastrim, heqja asaj që nuk ishte e qëndrueshme për nivelin ku po drejtohesh. Ne shpesh e quajmë fund ato që në të vërtetë është ndërprerje e përkohshme, sepse kur diçka bie, ajo krijon hapësirë, dhe hapësira është e nevojshme për ndërtim të ri. Nëse sot po qëndron mbi copat e thyera të një ëndre, mos harro, disa struktura duhet të bien që themelet e vërteta të vendosen. Pas qembjes vjen heshtja. Jo ajo heshtje e qetë, por ajo që të rëndon kraharorin. Ajo që të bën të dëgjosh mendimet e tua më fort se kurrë. Ajo që të bën të pyesësh: ku je o Zot? Stuhia kaloi, lotët u thanë. Por përgjithja nuk erdhi me njëherë. Dhe kjo është pjesa më e vështirë. Pritja pa shpjegim. Shumë njerëz dorëzohen pikërisht këtu. Ata mendojnë se heshtja është mungesë, se qielli është mbyllur, lutjet kanë rënë në boshllëk. Por heshtja nuk është boshllëk. Është proces. Si toka që duket e zbrazët në dimër, por brenda saj rrënjët po forcohen. Edhe ti në këtë periudhë po ndërtohesh në mënyrë të padukshme. Zoti nuk bërtet gjithmonë. Shpesh ai formon në heshtje. Dhe ndoshta pikërisht në këtë heshtje, plani i tij ka filluar të marrë formë. Kur gjithçka u qetësua, mbete vetëm. Miq që u larguan, telefonata që nuk erdhën më, ftesa që pushuan. Dhe pa pritur, ndieshe sikur bota vazhdoi pa ty. Izolimi është një nga përvojat më të dhimbshme njerëzore. Ai të bën të dyshosh në vlerën tënde, të bën të mendosh se ndoshta je harruar. Por çfarë nëse kjo largim nuk ishte braktisje, por përgatitje? Ka sezone në jetë kur Zoti largon zhurmën që të dëgjosh drejtimin. Kur ai shkëput lidhje që nuk do të mund të çonin atje ku po të çon ai. Izolimi nuk është dënim, është përqendrim. Është si momenti kur një artist mbyllet në studio për të krijuar veprën e tij më të madhe. Askush nuk e sheh procesin, por rezultati do të shihet nga të gjithë. Ndoshta kjo periudhë vetmie nuk është boshësi, por inkubator. Një vend ku po formohet verzioni yt më i fortë. Dhe kur dera të hapet përsëri, ti nuk do të jesh më i njëjti. Ti trokite me shpresë, u përpoqe, u lute, investove kohë, energji, zemër. Dhe kur mendove se gjithçka po hapej, dera u mbyll. Jo ngadalë, jo but, u mbyll me forcë. Dhe ajo zhurmë e mbylljes të mbeti në mendje për ditë të tëra, sepse ajo derë përfaqësonte siguri, stabilitet, një të ardhme që e kishe imagjinuar në detaje. Por jo çdo derë e mbyllur është refuzim. Disa janë ridrejtim. Ne shpesh kërkojmë bekime në forma që duken të mira për ne, por Zoti sheh më larg se horizonti ynë i kufizuar. Ai sheh rreziqe që ne nuk i shohim. Ai sheh kufizime që do të na mbanin të vegjël. Ndoshta ajo derë nuk u mbyll për të ndaluar, por për të mbrojtur, sepse plani i tij nuk është vetëm për të dhënë atë që dëshiron, është për të çuar atje ku je thirrur. Dhe ndonjëherë drejtimi fillon me një jo. Ti kishe një plan, një vizion të qartë, një hartë me hapa të organizuar. E dije ku do të shkoje, si do të arrije atje, dhe çfarë do të bëje kur të mbrije. Por jeta mori një kthes që nuk ishte në hartën tënde.
Rruga u bë e panjohur, drejtimi u bë i paqartë, dhe çdo hap dukej si ecja në mjegull. Ne ndjehemi të sigurt kur kemi kontroll, kur dim çfarë po ndodh, por rritja e vërtet shpesh fillon kur kontrolli largohet. Sepse plani yt ishte i bazuar në atë që ti dije. Plani i Zotit është i bazuar në atë që ai di. Dhe ai sheh më thellë, më larg, më qartë. Ndoshta rruga e re nuk është devijim, por përmirësim. Ndoshta kthesa që të trembi është pikërisht ajo që të çon në destinacionin e vërtet. Besimi nuk është të dish çdo hap, është të bësh hapin e radhës edhe kur nuk e sheh të gjithë rrugën. Askush nuk flet për këtë pjesë, për netët kur lotët bien në heshtje, për pyetjet pa përgjigje, për lodhjen që nuk është fizike, por shpirtërore. Dhimbja nuk është vetëm ndjenjë, është proces. Ajo të zhvesh nga iluzionet, të detyron të përballesh me frikrat, të tregon sa i fortë je në të vërtetë, dhe mbi të gjitha të formon. Si ari në zjarr, ti nuk po digjesh për t'u shkatruar, po kalon në përnxehtësi për t'u pastruar. Ne lutemi për forcë, por harrojmë se forca ndërtohet në rezistencë. Lutemi për rritje, por rritja kërkon zgjerim, dhe zgjerimi shpesh dhemb. Ndoshta kjo fazë nuk është ndëshkim, ndoshta është trajnim, sepse Zoti nuk përgatit bekime të mëdha për zemra të papërgatitura. Ai përgatit zemrën para se t'i jap përgjegjësinë. Dhe kur të shikosh pas, do të kuptosh, dhimbja nuk ishte fundi yt, ishte farkëtimi yt. Kur ishe i fokusuar te ajo që humbe, nuk e pe atë që po vendosej. Sepse Zoti shpesh punon në detaje të vogla, në takime që duken rastësore, në vonesa që duken bezdisëse, në ndryshime që fillimisht duken të parëndësishme, por asgjë nuk është e rastësishme. Ajo bisedë që të dha një ide, ai person që hyri në jetën tënde në momentin e duhur, ajo mundësi e vogël që nuk dukej si ëndra jote, por të hapi një derë të re. Shenjat nuk vinë gjithmonë me zë të lartë, ato vinë si fije dritën e errësirë, dhe vetëm kur ndalesh, kur reflekton, kur shikon pas, fillon të lidhesh pikat. Plani i Zotit nuk është kaotik, është i ndërtuar me precizion, edhe kur ti sheh vetëm fragmente, ai sheh pamjen e plot. Ndoshta tani është koha të shikosh ndryshe, jo atë që u mbyll, por atë që po hapet ngadalë ara syve të tu. Nuk ndodhi me zhurmë, nuk pati dritë verbuese nga qielli. Ishte një moment i qetë, një mendim ndryshe, një paqe e vogël që ul brenda teje pa paralajmërim. Dhe pa pritur, nuk u ndjeve më viktime rrethanave. Fillove të kuptosh se ajo që e quajte humbje ishte zhvendosje, ajo që e quajte fund ishte tranzicion. Zgjimi nuk është ndryshimi situatës, është ndryshimi perceptimit. Rrethanat mund të jenë të njëjta, por ti nuk je më i njëjti. Tani sheh dorën e Zotit aty ku më parë shihje vetëm kaos. Tani ndjen drejtim aty ku më parë ndjeje konfuzion. Ky është momenti kur frika fillon të humbas fuqinë e saj, sepse kur kupton se nuk je vetëm në proces, zemra jote qetësohet. Dhe nga kjo qetësi lind guximi për të ecur përpara, jo me siguri absolute, por me besim të qëndrueshëm. Tani nuk je më duke mbijetuar, po ndërton. Por këtë herë, ndryshe. Jo mbi pritshmëri të nxituara, jo mbi nevojën për të provuar veten, jo mbi frikën se mos mbetesh pas, po ndërton mbi besim. Themelet e reja janë më të thella, sepse janë vendosur pas tuhis, janë testuar nga heshtja, janë forcuar nga dhimbja. Dhe ajo që po krijohet tani, ka paqe brenda saj. Nuk është perfekte, nuk është e shpejtë, por është e qëndrueshme. Ti ke mësuar të mos kapesh pas çdo dere që hapet. Ke mësuar të dëgjosh, të dallosh, të presësh, sepse tani e di, nëse Zoti po ndërton, nuk ka nevojë për nxitim. Dhe ndoshta për herë të parë, nuk po kërkon vetëm sukses, po kërkon drejtim. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Një ditë do të shikosh pas, jo me dhimbje, jo me zemërim, por me mirënjohje. Do të kujtosh momentin kur mendove se gjithçka kishte marrë fund.
atë natë kur u ndjeve i thyer, atë periudhë kur asgjë nuk ishte kuptim. Dhe do të buziqeshesh, sepse do të kuptosh se pikërisht aty filloi gjithçka. Humbja nuk ishte heqje, ishte riorganizim. Nuk ishte shkatrim, ishte ristrukturim. Nuk ishte fund, ishte fillimi i planit që ishte më i madh se imagjinata jote. Sot mund të mos e shohësh të gjithë panoramën, por besimi nuk kërkon pamje të plot, kërkon zemër të hapur. Dhe nëse je ende në mes të procesit, mos u tremb. Sepse kur mendove se humbe gjithçka, plani i Zotit sapo kishte filluar.